Procedohen nga policia e Lushnjës dhe Fierit 5 shtetas për vepra të ndryshme penale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin GX 20 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Fier referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AZ 50 vjeç banues në Fier, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj djalit të tij. Gjithashtu, ata referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin DC 31 vjeç banues në fshatin Peshtan i Madh, pasi dyshohet se ka ndjekur një shtetase 20 vjeçe. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin ZN 61 vjeç banues në Kosovë të vogël, pasi në serën në pronësi të tij është konstatuar lidhje paligjshme e energjisë elektrike, dhe referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar një shtetas 77 vjeç banues në Lushnjë se gjatë natës i kanë vjedhur motomjetin që e kishte lënë përpara banesës. Punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.